Po tani, këtu ka dy aspekte. Ka interesi politik, nëse flasim për interesin politik të lidhjes. Në pjesë po ndërpres, duket sikur erdhi, e përdori LDK-n dhe tani do të ikë prapë në presidencë të bëjë të pavarur. Ndërkohë që elektorati dhe pjesa tjetër e strukturave i lërë në atë gjendje, ndoshta në opozitë ose Po. Tani nuk është edhe alternativë që s'mund ndodh, po me gjitha gjasat tani sa i përket do të thotë pjesëtarëve të lidhjes së demokratike të Kosovës, reprezentuesve leadershipit të saj, do të thotë dhe respektimi tyre për partinë e tyre është e ulët në kuptim në mendimin tim. Dhe pastaj nëse e vëm pikën këtu e ka një kuptim. Po nëse jepim presje dhe themi se por nëse nuk do e bëjnë këtë, kur do të përfaqëson Kosovën në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe kush do të avancojë interesat e shtetit të Republikës së Kosovës, për të cilën ne nuk mund ta mohojmë se zonja Osmani, do të thotë për sa ishte në presidencë, bëri kthes madhe në politikën e jashtme dhe interesin krucial të interesit nacional të Republikës së Kosovës, i cili është ekzistencial në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dakor, por këto zgjedhje duken sikur u bën vetëm për Vjosa Osmanin, edhe ajo ka lënë në shije në një karrieriste. Po, zonja Osmani është tregu bish politike, e cila duke qenë në LDK, tani këtë pjesën e moralizimit nuk ja vlen të diskutohet, se përbes politika s'ka moral. Jo që s'ka moral, po nuk është që kanë moral reprezentues të shtetit më shumë se sa populli, sa ta derivojnë për popull. Do të thonë aty jemi. Ka aspekti moralit, sa ka moral populli kanë reprezentues të vet. Dhe sigurisht çdo popull meriton atë që ka zgjedhur. Po, dhe tani, zonja Osmani është tregu bish politike e cila ka dridh LDK-n, edhe u hiu bo president. Do thotë, tani e ka dridh prap LDK-n, edhe u kthye në krye të LDK-s. Edhe mbi këtë kuptim, unë nuk shoh asnjë tjetër me fuqi politike sa zonja Osmani në vet LDK. Tani a ka dëmtu, a se ka dëmtu, a është dëmtu, a ka pretendim me dëmtu LDK-n, kjo është një temë tjetër. Por faktuale është që brenda LDK-s fuqi politike më të madhe të cilën ne mund ta shohim, e faktojmë se zonja Osmani nuk ka, e është e çuditshme se me kthimin e saj nuk është që pat ndonjë rritje kaq të madhe. Po shumë prandaj u pyeta që kush fitoi Kurti apo Osmani nga raporti i tyre, nisur nga rezultati i fundit dhe sa ishte pesha që mund ta themi e Vjosa Osmanit në LDK me rezultatin që vërtet pat një ngritje, po ajo më shumë merret si pasojë e kalkulimeve mungesës së pjesëmarrjes. Edhe pat atë të rënditjes të një ngritje të lehtë. Sidoqoftë, ardha rikthimi i zonës Osmani në lidhjen demokratike të Kosovës, mendoj unë që ka pas synim për një ngjallje një frymës të bashkimit, e cila nuk rezultoi, sipas mendimit tim modest, nuk rezultoi se siç duhet, sepse nuk ishin bërë para planifikimet dhe sipas mendimit tim që unë po paragjykoj dhe po them se kjo ngjarje ka ndodhur më shumë ad hoc, do të thotë s'ka pas ndonjë planifikim se do të rrjedh outcome, rezultati, po vetëm ka ndodhur taktikisht, pa strategji. Dhe njerëzit pastaj nuk kanë mujt me marrë, do të thotë, besueshmërinë, nuk kanë mujt me rrit besueshmërinë, nuk kanë mujt me arrit besueshmëria sepse nuk është zhvilluar ndonjë aktivitet paraprak politik e cila tregon, është tregues për qytetarën se me të vërtet është u bërë diçka për një interes politik të lidhjes së demokratike të Kosovës, e cila ka synim vizionin e Ibrahim Rugovës. Vizion të cilit ju kanë përkul gjithë pa përjashtim edhe kundërshtarët e tij më të mëdhej politik gjatë jetës së tij. Dhe aty do të thotë është
FIA do të kisha thënë e vetë LDK-s e cila do të thotë desat e gjenë do të thotë rrugën e vizionit të zotrit Rugova vetë, është testi kryesor i LDK-s. Zoti Gaxheri, unë falenderoj shumë për bisedën. Ne jemi fillim të një legislature të re, por një krize të re e cila vështirë se mund të thuhet se si do të përfundoj. Shumë flasin dhe për zgjedhjen vjesht, të tjera. Ne do jemi këtu, do flasim, unë falenderoj shumë për bisedën. Po më falë zotri Bolla, pa dash me ta prish strukturën po më duhet me thonë gjithsesi me ritheksu, në Amerikë s'kam familjar të ngushtë, kam familjar në shtetet e Evropës, të fare të fisit në Evropë, do të nuk kam qasje subjektive me në thonë një analizë, dhe unë e di që mund të njeriu përderi sa shkon drejt duke e kërku të vërtetën dhe duke e thënë të vërtetën, rrezikon që të ofendon dikon, por nuk është do të thotë objektiva ime që më ofendu dikon, por me thonë një të vërtet se shqiptarët në Amerikë janë larg do të thotë kapacitetit qoftë nga pjesa e karakterit ajo e morale për shtetin e Kosovës, dhe kapacitetin akademik, kapacitetin e dijes dhe kapacitetin planifikus, kapacitetin operacional me gjithë shqiptarët në shtetet e të tjera kudo që ndodhen. Dhe këtë do të thotë ne shqiptarët duhet ta kuptojmë, ta vlerësojmë, ta respektojmë, sepse ne kemi shumë shqiptarë në shtetet e Evropës, po të cilët kapacitet do të thotë fuqinë e tyre në përkthim nuk e shfaqin, nuk kanë kur far fuqie, sepse fuqia tregohet në aspektin politik. Dhe do të thonë ndikimi i shqiptarëve në shtetet e Evropës në aspektin politik është zero. Pra ju thoni që ata që janë në Amerikë janë action. Ata që janë në Amerikë janë sikur me i bo shqiptarët e Kosovës bashk, me shqiptarët e Evropës bashk, edhe a dalim dykun barazim zotri Bolla. Më vjen shumë keq tash që unë vetë jam në Kosovë dhe këtu është edhe e fusët dhe vetën. Dhe ne duhet ta vlerësojmë, ta respektojmë, ta nderojmë një aktivitet i cili është i mirë për gjithë ne kudo që ndodhemi. Dhe ta thojmë këtë vërtet. Dhe i bëj apel gjithë shqiptarëve që jenë në Evropë, edhe sa vite duhet m'ju shku për m'ja nis ju me kallëzu sa keni fuqi. Organizonën, tregoni kapacitetin e juve të fuqisë, e cila është duke ndiku politikisht në shtetin ku ju jeni. Dhe të thotë kanë zero. I me radhë Zvicër, minoriteti më i madhi në Zvicër është shqiptar, duke mos e numëruar atë italian e cila e konsideron veten autokton aty. Është minoriteti më i madhi. Dhe ki në Gjermani, shifë sa ka shqiptar. Shifë sa ka rezultat politik apo sa kanë influencë në shtetin e tyre për interesin e Kosovës. Merre përqindjen shqiptare që është në Amerikë, shifë aktivitetin e tyre, rezultatet e tyre, dhe është do të thotë është patetike se si një veprim i cili është paraqit ka dalë ai zotri Gjino Molliçi, të cilën se kam taku kurrëherë. Ka fol me grupin e vet, ka thënë jemi tu e shtyr që da agjen. Që kjo agjen u bo, erdhë kongresmeni këtu, dhe erdhë shkoj dhe nuk u bë, nuk ju ep vlera, zotri Gjino Molliçi nuk e ka edhe tipat e tillë, sa ajo është publik dhe është publik, figurë publike. Ka shumë shqiptarë atje që s'dojnë më konë as figurë publike, zotri Bolla. Dhe ne nuk i vlerësojmë veprimet e tyre, sillemi si do byrokrat këtu, me idenë se ne i dim gjërat më mirë se ata. Por nuk është e vërtet kjo, ata i din gjërat më mirë se na në Kosovë dhe se shqiptarët e Evropës. Mendoj që duhet të respektohet ky realitet, sepse na bën mirë gjithë neve, dhe duke respektuar mund të bëjmë një kërkesë kur gjindemi në kësi proceseve të bllokume me 2 vite, të tregu që s'kemi vullnet politik
me majtë shtet, një popull që 600 vjet që 600 vjet sklav. Edhe të tregu se s'kemi vullnet me majtë shtet më konë liri. Atëherë duhet ne të reflektojmë pak, të hapim pak vetën dhe të thojmë, a ka mundësi të lutem ju me na prodhu dikën shqiptar, për atjehet me na pru këtu që mund me na udhëheq neve në presidencë. Sepse ne e dim sakt kush janë ata shqiptarë që në Amerikë, të cilët dojnë me ndiku drejt për drejt në partitë politike në Kosovë. Nuk janë do të thotë ata Heri Bayraktarit para pak është përfolur zotëria Heri Bayraktari, është me respektin më të lartin për kontributin e tij për shtetin e Republikës së Kosovës. Aktualisht është kampi i ata që e kemi përmend ne, është kampi i konservatorëve. Dhe pikë referuese publike që na u ka dhënë, se unë se di se s'jam atje, po pikë referuese e kemi këtë djalin Gjino Mulliqi. E kam ndjekur aktivitetin e tij, është goxha aktiv. Dhe unë mendoj që ai duhet të vlerësohet, pavarësisht se si paragjykojmë ne, por në praktik po vjen, po bëhet një zgjedhje e problemit shumë i komplikuar, siç është minoritetet shqiptare në Serbi dhe ajo serbe këtu në Kosovë. Dhe këtë problem nuk po e kryjmë ne, po e kryjnë ata. Pse mos m'ja jap kreditin njerëzve që ju takon, ashtu e nderojmë edhe veten ne. Dhe duhet të kërkojmë nga ta që ta ndihmojmë në një proces të tillë ku kemi ngjel që 2 vite. Edhe ata do e bëjnë zgjedhjen për ne. Besoj. Bëhet një mbyllje tamam, kemi përcuar shumë, aq më tepër për te oqeanit dhe rikthehemi tek shpreha lapidare që për ne dielli lind ande nga Perëndon. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për ftesën, shpresoj se nuk e kam tepruar. Sigurisht jo, ishte bisedë këndshme. I përshëndes gjithë shikues tuaj dhe kërkoj falje nëse dikush ndihet i ofenduar, nuk ishte për qëllim.